mbetet në historinë e turpit, të Altin Tropinit, i cili për të zhurmuar aferën e të mërshme të korruptive të Edi Ramës dhe Lubi Ballukut, sajoj turpet, skenarin e turpshëm, të ftesës sime në skap për të pyetur si njëri që ka djeni për ngjarjet e 21 janarit. I nderuar zotëri, ftesa e parë e Altin Troplinit është ka sipas tij mandatën 3 nëntor, pikërisht datën që unë isha këtu. Isha para jush, isha në zyrë, në zyrat e skapit.